akrepi. Të ndihmosh të tjerët është shumë e shëndetshme. Sipas një studimi të Universitetit Howardit në Amerikë, kush kryen vepra bamirësie apo ndihme, ose edhe kush imagjinon se i kryen, ka më shumë rezistencë fizike, më shumë forcë vullneti dhe është më i vendosur. Po nga i njëjti studim ka dalë që edhe ata që fshehin qëllime të këqija janë po aq të vendosur. Prana pas ka dalë që të mund të akumulosh energji, të jesh i vendosur, si të sillesh mirë, si të sillesh keq, është e njëjta gjë. Ky fakt më duket pak i çuditshëm, por sidoqoftë unë do të zgjidhja të parë bura grua qofsh. Gjë që ta këshilloj edhe ty, për më tepër sepse po hyn në një cikël që energjia do të duhet dhe do të duhet shumë. Për atë çka je duke filluar, qef, punë, çfarë do që të jetë, do të duhet shumë energji. Duke bërë mirë, edhe energji merr, edhe pozitivitet transmeton. Më mirë kështu, apo jo?